Një ngjarje shqetësuese është regjistruar në qytetin e Gramshit, ku 17 fëmijë që frekuentojnë një kopësht publike janë helmuar me bakterin salmonell. Të miturit kanë shfaqur simptoma si të vjella, diare dhe temperaturë të lartë. Mjekja bakterologe Andrisa Xhaxha shpjegon për prindërit si duhet të veprojnë në raste të tilla. Salmonellat janë grupe bakteresh që shkaktojnë sëmundje tek njerëzit. Burimi nga të cilët merren këto mikroorganizma janë ushqimet e kontaminuara me salmonell. Një rrugë tjetër gjithashtu është edhe pirja apo kontakti me ujin e kontaminuar. Dhe një mënyrë tjetër është luajtja ose prekja e kafshëve ose feçeve të kafshëve apo luajtja në vendin ku gjenden kafshët e kontaminuara apo infektuara nga salmonella. Gjëja kryesore është larja e duarve apo higjiena e mirë. Larja dhe ruajtja mirë e frutave, perimeve dhe mishit. Mos konsumimi i produkteve të freskëta të pagatuara mirë, sidomos mishi të pulës apo vezët të pagatuara, të cilat janë një burim i zakonshëm i infeksionit nga salmonella. Doktoresha apelon për kujdes të shtuar nga ana e prindërve dhe institucioneve parashkollore, duke theksuar rëndësinë e higjienës dhe përgatitjen e ushqimeve dhe kontrollin e rregullt të ambienteve ku qëndrojnë fëmijët. Nëse fëmia ka simptoma, zakonisht nuk jep simptoma të rënda, mund të kaloj vetëm me mjekim suportiv, domethënë me rehidrim nga goja, por nëse diarea zgjat më shumë se 2-3 ditë dhe fëmia ka temperaturë të lartë, atëherë duhet të drejtohen patjetër tek mjeku specialist dhe aty do të marrë trajtimin e duhur që është me antibiotikoterapi. Ngjarja ka shkaktuar panik në komunitet dhe veçanërisht tek prindërit, të cilët kërkojnë masa të shpejta dhe transparente për të garantuar sigurinë e fëmijëve të tyre në institucionet parashkollore.